Të gjithë hani mandarina, por askush nuk e di se çfarë i shkaktojnë imunitetit. Mandarinat janë fruta të shijshëm dhe janë perfekte për të konsumuar gjatë dimrit të ftohtë, por a e dini se ato janë me të vërtetë fruta të shijshme për trupin tonë? Mandarinat mund t'ju ofrojnë 80% vitaminën C. Këto fruta janë burime të pasura të karotenoideve të cilat reduktojnë një sër komplikacionesh. Një studim i publikuar thotë se konsumi i mandarinave mund të përmirësojë shëndetin e mushkërive me 37%. Ulëntimi i zhvilluar në Japoni tregoi se lëngu i mandarinave mbron kundër problemeve të ndryshme dhe përmirëson edhe shëndetin e mëlçisë. Mandarinat përmbajnë fibra të cilat përveç se ju sigurojnë kolesterol të ulët, janë të dobishme në lehtësimin e kapslëkut. Ky frut rekomandohet të konsumohet edhe nga njerëzit që vuajnë nga diabeti. Vaji aromatik esencial i mandarinës vepron si një antiseptik efektiv natyror, citon Healthy Tips.